Rivlerësimi një fletë votimi zonjë është e tillë. Rivlerësimi jo vetëm nga pjesa e pasme, se ketë jo rivlerësimi një fletë votimi shikohet dhe para dhe mbrapa. Kështu u paraqit situata në nisje të procesit të analizimit të dokumentacionit në kutitë zgjedhore për Gramshin dhe Beqenin, sot në ambientet e Pallatit të Sportit Faria Hoti në kryeqytet. Bledi Imçi nga Partia Demokratike kundërshtoi rezultatin me pretendimin se në njërin prej kutive të para të hapura u konstatuan 2 fletë votimi pavul. Gjetëm te 22:49 ku vulat ishin të rregullta, por në shprehjen e vullnetit votoheshin 2 subjekte njëkohësisht. Kjo sjell pavlefshmërinë e fletës së votimit dhe të votës. Ndaj, për këto jemi edhe në debat me administratën e KQZ-s, por njëkohësisht edhe me përfaqësuesit e KAS-it. Duhet që një fletë kur rivlerësohet dhe para dhe mbrapa. Me njëherë pas përfundimit të rishikimit për Elbasanin, do të vijoj puna për 1282 kutit e qarkut të Tiranës. Pasi rinumërimi do të zhvillohet për subjektin politik dhe për kandidatët. E njëjta procedurë do ndiqet edhe për gjithë qarkun e Fierit, ndërsa për Durrësin do të rinumërohen 360 kuti, përfshirë 85 nga diaspora. Procesi do shtrihet për rreth 1 muaj dhe po realizohet me 24 grupe pune dhe 63 punonjës të administratës zgjedhore, ku nuk do të përjashtohen vëzhguesit e 3 subjekteve politike që kanë ankimuar vendimin. Me rinumërim të votave, mundësia për ndryshim të emrave e kandidat fitues është relativisht e ulët. Mundësia ekziston për 2-3 raste ku mandati i deputetit është fituar me më pak se 500 vota, si Olta Gjaçka përballë Blerina Gjylametit apo Ronaldo Rakibi përballë Xhemal Qefalis në Tiranë, ndërsa në Fier Adriati Klapaj kërkon mandatin e humbur me diferencë 500 vota për kandidatin Azmer Dulević. Vendimi për rinumërimin e votave u mor nga 2 antarët e Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve pas ankimimeve të subjekteve politike për parregullsi gjatë procesit të 11 majit.